Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën e dytë të pasdites në transmetimin tonë të drejtë për drejtë. Sot do të kemi të ftuar disa nga antarët, le të themi, të klubit të boksit të Shkëndija Boks këtu në Tetov për të folur për veprimtarinë e këtij klubi dhe për sukseset e për të arriturat. Fillimisht unë kam nderin që të prezantoj përpara jush vetë kryetarin e klubit të boksit Shkëndija Boks në Tetov, njëkohësisht dhe trajnerin profesor Jusuf Hashimi. Përshëndetje profesor, mirë se na erdhët. Përshëndetje dhe njerë ju falenderoj që e pranuat kërkesën time për me qenë mysafiri i emisionit tuaj pasdite. Unë jam kryetari i klubit Shkëndija Boks, ushtroj detyrë që ka nga viti 2010 e deri më tani, do me thënë kontinuitet nuk kemi ndalur. Njëkohësisht kam licencën edhe e trajnerit, ushtroj edhe detyrën e trajnerit të klubit Shkëndija Boks. Që nga fillimi i klubit, neve prej nga viti 2011 e kënde jemi të regjistruar pranë Federatës së Boksit të Maqedonisë, ku kemi marrë pjesë në të gjitha kompeticionet apo garat si në nivel republikan, po ashtu edhe në nivel ndërkombëtar. 2026 tash, do me thënë se na është mbyllur viti 2025 kapitulli, tash kemi nisë në vitin 2026, kemi pasur 3 gara, nivelit republikan, ku kemi vendin e dytë në tabelën e ligës së parë, ku është një sukses i madh për ne, të cilën e kemi edhe si synim për të marrë vendin e parë. Shpresojmë se deri në fund vitit Tetova dhe do kurohet edhe me një kampion si që është Shkëndija Boks. Mirë, po kjo nuk vjen fal aktiviteteve të mia, vjen edhe fal të asaj dedikimit të cilët kanë edhe për kushtim edhe fëmijët bokserët e mi. Këtë vit kanë bokserë shumë të mirë dhe shumë kualitativ, të cilët kanë të regu rezultate të mira në nivel republikan, po edhe në nivel ndërkombëtar. Në nivel republikan kemi skorin 90%, do me thonë me fitore, kemi garues të cilët nuk din të humbin. Dhe nga ky këndvështrim, do me thonë në gjem krenar të cilën unë i prezentoj këta bokseret e rinj. 2026, do me thonë, nuk është taj preventivi, do me thonë, vetëm të garojmë në ligë. Do me thonë, ne kemi piksinime dhe në gara ndërkombëtare, ku në fillim të vitit kemi marrë pjesë në Subotic me 2 garues tonë, të cilët u prezentuan dhe kishin demonstrim të mirë të boksit, ku atë që i kishtë me titullin Olimpiada për fëmijët, do me thonë, nuk është me rëndësi, në gara ndërkombëtare, mirë po tash me anë të ftesës Federatës të Boksit të Maqedonisë, kemi të cilët do e prezentojnë Maqedonin, kemi edhe ftesë për në garat që do të mbanë në Prishtinë në edicionin e 18 të radhës të kushtuar Lahnimanit. Do me thonë, në këtë e veçanta e kësaj është se ky turner është i regjistruar edhe në boksin botëror në kalendarik të vitit 2026, në të cilën këta bokserët e mi po që se fitojnë, po edhe prezenca e këtyne, se ne nuk kishon fitorja dhe humbja janë të barabartëne, prezenca e këtyne këto do kurtohen edhe do marrën pikë për me shku në bokset evropiane edhe më lartë. Sigurisht, profesor, do flasim gjatë gjithë kohës për aktivitetet e klubit, por unë dua të prezantoj dhe bokserin, pra nxënësin tuaj, Donjet Ramani, të cilin gjithashtu sot e kemi në studion tonë. Faleminderit Donjet që je këtu dhe që na bën krenar me sukseset e tua. Faleminderit që më patët. Unë fillimisht dua pak të flasim në lidhje me atë se si ke filluar që të merresh me këtë sport. Pra cilët ishin ato hapat e parë në këtë drejtim? Me këtë sport kam filluar të merrem gjatë që 2 vjet e gjysmë. Boksin e kam pas qejf prej moshën e vogël. Po. Boksin e kam pas qejf prej moshën e vogël dhe
shpresoj që në të ardhmen të arrit të bëjmë një kampion në këtë sport. Sigurisht që do të bëhesh me këtë elan dhe këtë vullnet për punë edhe për këtë sport që ke prej tani, ke arritur shumë suksese. Por në fakt, çfarë paraqet boksi për ty, ky sport, çfarë paraqet për ty? Boksi për mua paraqet një disiplinë edhe në palestër, por edhe jashtë palestrës, gjithashtu edhe respekt ndaj kundërshtarit. Po. Gjithashtu edhe forcë fizikisht, por ashtu edhe mentalisht. Edhe që të mos dorëzohemi kurrë edhe në ditët më të vështira. Po, domethënë kjo është paralel edhe me jetën, domethënë në një farë forme. Megjithatë, sa ke pasur mbështetje në këtë rrugtimin tënd të deri tanishëm, sa të kanë përkrahur, sa të kanë ndihmuar? Në fillim familja nuk më përkrahej shumë sepse boksi kjo është një sport shumë i rrezikshëm. Por kur e pa në përkushtimin tim që kam për këtë sport dhe që më jep shumë motiv, filluan edhe ato të më përkrahin edhe më shumë. Mirë, po megjithatë e përmendë që është një sport i rëndë, le të themi boksi. Cila ka qenë sfida apo vështirësia më e madhe deri më tani me cilën je përballur? Deri më tani nuk kam pasur ndonjë sfidë të vështira, sepse s'ka pasur ndonjë konkurrencë dhe shpresoj që në të ardhmen të mos kemë. Po, megjithatë sigurisht që ke trajnerin, profesorin i cili të udhëzon paraprakisht me analizat që duhet bëhen, që të mos kesh sfida të tilla në boks. Po, megjithatë sukseset dhe të arriturat që i ke deri më tani? Sukseset kanë qenë që kam marrë pjesën në shumë gara dhe shumica prej tyre kanë përfunduar që në raundin e parë me kohë. Dhe këto më kanë dhënë shumë motiv që të vazhdoj edhe më tutje dhe ditë mas dite të bëm edhe më i mirë se sa kam qenë. Sigurisht edhe më shumë të arrish suksese. Megjithatë do të vazhdosh në këtë drejtim? Ka pasur ndonjë moment kur je dorëzuar, ke dashur që të mos merresh më me këtë sport? Jo, por normalisht kam shumë dëshirë të vazhdoj me boksin dhe të arrij sa më lart në këtë sport, sepse tani boksi është e bërë një pjesë e jetës time. Megjithatë, ku e shihni veten në të ardhmen, ku mendoni të arrini? Vetën e të ardhmen e shoh si një bokser profesionist në këtë sport dhe me shumë eksperiencë dhe me shumë luftëra. Po. Dhe gjithashtu edhe një kampion i botës që ta përfaqësoj denjësisht vendin tim shqipërinë. Shumë e bukur. Megjithatë, ke ndonjë bokser që ke kështu të veçantë, le të themi që të ka frymëzuar në karrierën tënde, me që flasim për të ardhmen, që në të ardhmen dëshiron ndoshta të bëhesh si ai? Po, kam pas një bokser i cili është fenomeni Mike Tysoni. Ata kam parë prej vogël, për kur e kam shikuar në televizor dhe shpresoj që në të ardhmen të arrijë sukseset e atij edhe pse jo edhe më lart. Po, megjithëse je nxënës i shkollës së mesme të mjekësisë dhe në anën tjetër boksin e ke pasion. Si arrin të ta menaxhosh mësimin në anën tjetër sportin? Por tani kemi kohë për të gjithë. Pas një orar kemi të shkollës, pastaj pas shkollës fillojmë të merrni me stërvitje, sepse kur e do diçka e bën edhe pavarësisht orari. Patjetër, do një sigurisht do flasim edhe në pjesën tjetër me ty, por unë dua edhe pak të flasim me profesorin në lidhje me garën për ligën. Profesor, si po zhvillohet gara për ligën? Po, gara në kompeticionin vjetor 2026, domethënë kemi 6 gara, 3 gara të nivelit stinor të pranverës, 3 gara dhe 3 pas vere, domethënë në përfundim të vitit. Veç kësaj ne kemi edhe 2 liga, domethënë ligën e parë të cilën e formojnë moshatarët U19, ne i themi youth senior, edhe moshën mbi 18, domethënë seniorët apo elit, këto përbëjnë ligën e parë të Maqedonisë, ndërsa ligën për të rinj e përbëjnë fëmijët e vegjël U15 edhe U17, kadet u themi U15 dhe junior U17. Ne nuk mbaremi veç nga kalendari i garave të nivelit republikan, mirë po ne përcjellim edhe garat të cilët janë në kalendarin ndërkombëtar, domethënë edhe ato në bazë të fëmijëve të cilët i kam edhe duke bazuar në bazë suksese, domethënë domosdoshmërisht ne kemi për detyrë të përcjellim edhe ata garat të nivelit ndërkombëtar. Mirë po pikë synimi im personal është që domethënë edhe dëshira më e madhe imja është që bokseri im të arrijë në pjedesallin më të lartë të sportit në olimpiadë. Domethënë kjo është një dëshira e madhe ime. Sa i përket sistemit të trajnimit, se për me pas bokser të mirë dhe për me garu,
ne ndajmë dy faktorin e drejt për drejt, do me thonë, të cilët përbën nga disa komponente ku i trajnojmë fëmijët, edhe faktorin mbështetës apo buxhetit. Po që se ne trajnojmë fëmijën, do me thonë, në të sistemit të trajnimit, të trajnojsh, e edukojsh, e vlerësojsh, me thonë, po del të faktori i mbështetjes edhe i menaxhimit, buxhetit, ku është shumë më rëndësishme është buxheti jonë vjetor. Për t'i përcjellë këto gara, ne pikës pari duhet në fillim të garave të kemi buxhet vjetor, ku buxheti vjetor i yni personalisht është për një bokser harxhimet janë 1.000 deri 1.500 euro. Në qoftë se ne kemi 10 bokser të cilët janë antar edhe garues në ligën e Maqedonisë, domethënë për t'i menaxhu na duhen më së paku 12 deri 15 euro që këto të përcjellin kalendarin ndërkombëtar edhe atë nivelit republikan. Mirë po mendoj se njerëzit të cilët ose artdashësit apo sportdashësit të arteve marciale do ketë njerëz dhe donator të atill të cilët do mundon të na përcjellin edhe neve, sepse nuk varet e gjitha veç nga unë, nga dëshira ime, edhe harxhimet të jenë direkt veç nga arka e ime personale. Mirë po duhet edhe sportdashësit pak të na ndihmojnë që të kemi ne një buxhet për mbarvaqjen e fëmijëve të cilët duhet ta përcjellin kalendarin vjetor. Unë e thash edhe në fillim, synimi jonë bazë fëmijëve të cilët ne i kemi në dispozicion shkëndija boksi, ka fëmijë të cilët nuk dinë të humbin. Domethënë, gjitha i kanë fitore. Nuk duhet të va ulim shpresat atine deri tash. Domethënë, nuk ka ardhur nevoja e asaj, se unë kam qenë mirë, po vitin e kaluar ne në 3 gara nivelit republikan nuk kemi marrë pjesë, kështu që u renditëm në vendin e 5. Po të kishim marrë pjesë në 3 garat në vijim, ne do ishim më lartë se sa në vendin e 5. Mirë, po si mjetë mendojmë se doja arrim qëllimin. Faleminderit. Donjet, cilat ishte porosia jote për moshatarët e tu apo për në fund? Porosia ime është që për që ëndrat e tyre t'i bëjnë realitet, të pasojnë në veten dhe të mos merren me fjalët e njerëzve dhe që të kemë vetë besim. Kjo është, faleminderit. Shumë e bukur. Faleminderit shumë Donjet që na ke nderuar sot në emisionin tonë. Ne të dëshirojmë shëndet, sepse për suksese nuk dyshojmë. Jam shumë e sigurt që do të kesh shumë suksese me këtë vullnet të madh që ke për këtë sport. Unë falenderoj, profesor, ne do ta përcjellim Donjetin për të rikthyer pastaj në studio me nxënësin tjetër. Atë faleminderit Donjet. Faleminderit e Biko. Të nderuar shikues, bëjmë këtu një pauzë të shkurtër, rikthehemi pas pak. Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën tjetër, ku tani do të vazhdojmë me pjesën e dytë me personalitetet për sot, ku po vazhdojmë të flasim për klubin e boksit Shkëndija Boks. Kemi nderin pranë studion tonë, të kemi vetë kryetarin e klubit, njëkohësisht trajnerin, profesor Jusuf Hashimi, dhe tani në pjesën e dytë kemi edhe një tjetër boksier që është Semi Elmazi. Përshëndetje Semi, mirë se erdhe. Faleminderit profesor. Kënaqësi. Atëherë profesor, fillimisht të flasim edhe pak në fakt, të vazhdojmë të flasim me juve në lidhje me këta të ri dhe rolin tuaj si trajner, si mësues në këtë drejtim. Sa kemi të ri me potencial në këtë klub? Pra si që thash më para, kam nderin të cilën i trajnoj këta fëmijë, se me të vërtet janë të edukum që kanë arrit në atë pjedestallin më të lartë, do me thënë të disciplinum. Kam fëmijë Rejan Qazimin, është moshën u 5.000 del që nuk din humbje, do me thonë 2 gara i ka 2 fitore. Kam Ilir Selmanin në U17, i cili ka dalë edhe në për garat ndërkombëtare, ku në nivelli republikan i ka të gjitha fitore, si vitin e kaluar, tash ashtu edhe si met. Kam edhe një shpresë të boksit Donat Hasanin, i cili edhe ai me të vërtetë është i mirë dhe shpresoj të ai se do arrijë sukses. Edhe këta janë garuesit
të ligës për të rinj. Garuesit në ligën e parë të Maqedonisë, të cilët përfaqësojnë janë Semi Elmazi, i cili nuk ka konkurrent në ligë, të gjithë konkurrentat i ka fitu. Prandaj është i ftuar që edhe të jetë pjesë e edicionit të 18 të radhës të Lanimanit, që të boksoj për përfaqësuesin e Maqedonisë. Pas këtij e kam një bokser Slavço, i cili ka që 2 vite, Slavço Tërpeski, i cili ka 2 vite, i cili trajnon të ne, ka qenë në kampion vitin e kaluar. Është një bokser i mirë, i cili shpresoj se do arrije sukses. Në kategorinë 70 kg u 17 e kam Erdin Rakipi, i cili është edhe njëkohësisht është edhe në zonës i shkollës së mesme Nikola Shtein. Është një bokser i mirë, garat i ka thuajse 80% të fituara. Pas atij vjen edhe kapiteni, që duhet ta theksoj, ka me merit shiritin e kapitenit e ka marrë Donjet Ramani, ku fitoret është një ndër bokserët më të mirë kategorisë vet deri 75 kg. Edhe është një ndër ata bokser, edhe ato të tjerët mirë, po edhe një ndër ata bokserët të cilët unë personalisht shoh të ardhmen në boks. Në senior kam një bokser i cili trajnohet, ushtron gati 8 vite, është në zonësi jonë, nga mosha 10 vjeçare, pa ndërprerje, domethënë, ka pat një kontinuitet të boksit, sportit në veçantë. Ka qenë kampion i Maqedonisë. Tash në luftën e fundit e fitoj kundërshtarin e vet, edhe njëkohësisht është edhe asistenti im, bëhet fjalë për Muaremin, ku ai është një ndër promotorët të cilët u jep kurajo edhe i stimulon për me qenë bokser edhe për me garu. Sigurisht që keni edhe në zonës të tjerë të cilët janë në pjesë. Kam zonës të tjerë, ne i marrëm si zakonisht nga mosha 10 vjeçar i pranim fëmijët, se për të bo bokser nuk mund bësh bokser brenda muajt apo brenda ditës, duhet një periudhë kohore e gjatë, i cili duhet i përcjellë 3 ciklet të stërvitjes tonë, të cilët zgjaten nga 3 muaj deri 6 muaj, domethënë pas 1 viti ose 2 viti, nëse shohim se ai është i pjekur, bëjmë atë vlerësimin tonë në bazë me ekipën, me trajnerin të cilin e kam, duhet të potencoj dhe këtë Ilber Hasanin, njëkohësisht është pjesë e stafit edhe Muaremin, edhe ne bëjmë atë vlerësimin tonë se atë do të hipaj në kategorinë e dytë apo të për garuesit, me thënë. Kjo është ajo sistemi jonë i trajnimit, si që thash, më para në ato faktorët i drejt për drejt të cilin e ndalën dhe faktorin mbështetës. Po, sigurisht që keni dhe në zonës të tjerë, me sa di Fisnikun dhe shumë të tjerë të cilët janë pjesë e... Po, si që thash unë pak më para krenon të cilin kam një gjenerat shumë mirë, shumë sjellshëm, është Fisniku, është shumë i mirë, edhe ai ta që kemi ndërmend të nxjerrim librez boksit, edhe ai duhet nga stinori vjeshtor duhet pjesë e garuesve tonë, po kam edhe disa bokser të tjerë të cilët i kam trajnu, mendoj se në shtator do në bashkohen, mirë po fati e deshti ata janë mbi moshën 18 vjeç, të cilët duhet patjetër punojnë se duhet mbajnë familje. Po mendoj se edhe ato 3 të tjerë do në bashkohen neve, kështu që do bëjmë një ekip mirë, edhe mendojmë se të sjellim një kup të do. Janë sukseset e tyre që na përfaqësojnë dhe neve, pra sukseset e tyre janë sukseset tona realisht, të shoqërisë tonë, prandaj besoj që në emisionet e radhës do të kemi mundësi që të kemi dhe disa nga nxënësit e tjerë për t'i promovuar bashkë pikërisht këto suksese. Faleminderit. Atëherë Semi, të flasim pak me ty se si ke filluar të merresh me këtë sport. Unë kam filluar të merrem me shumë sporte. Që kam mosha vogël, unë kam bërë
kam luajtur basket, kam luajtur futboll, por sportet luftarake për herë më kanë mbetur për zemre, edhe që nga mosha vogël më kam ushtruar shumë, hiç pa ndarë. Edhe pastaj kam filluar me boks. Kur kam filluar me boks, unë kam ushtruar pa ndërprej. E kam pasur edhe një rast kur kam patur një lëndim, edhe më shumë jam mërzit që s'm kam ushtruar se sa për lëndime që e kam marrë. Do të thonë, Që çdo gjë që e kam. e ke pasur, me që atë shumë vullnet që e ke pasur këtë sport. Çfarë paraqet boksi për ty? Boksi për mua paraqet për kushtim, disiplinë dhe respekt, dhe po patjetër edhe forcë mendore. Sa ke pasur mbështetje? Unë mbështetje kam pasur nga familja, nga trenerët edhe nga shokët që më kanë motivuar shumë. Përmendje pak më herët që je lënduar, cila ka qenë sfida më e madhe, vështirësia më e madhe? Sfida më e madhe në ring nuk kam pasur ndonjë sfidë shumë të madhe, por për mua ka qenë për kushtimi dhe trenimet që e kam bërë para garës. Po. Trenimet para garës që e kemi bërë, që jemi munduar shumë për këto gara që e kena pasur. Po sukseset që i ke pasur, mund t'i përmendim? Po, në Republikanën unë kam 5 fitore deri tani dhe të gjithë kundërshtarët i kam fituar bench. Nuk kam ndonjë vështirësi që kam patur. A do të vazhdosh në këtë drejtim? Besoj se do të vazhdoj dhe do kesh sukses me këtë trenim që e bëjmë edhe me përkrajnë trenerëve, do të arrijm. Ku mendon të arrish në të ardhmen? Ke ndonjë synim? Kam synim, si tha treneri, majën e boksit olimpiad, po me përkushtim pse jo, dhe mund edhe të arrijm. Ke ndonjë bokser të preferuar? Po unë kam Lennox Lewis, është një bokser amerikan, edhe Dimitri Bivol, është një bokser rus. Dëshiron që të bësh se ata dhe unë uroj që të kalosh sukseset e atyre dhe jam e sigurt për këtë që me këtë vullnet që keni ju dhe do njeti pak më herët që folëm, këtë vullnet që keni ju për këtë sport, uroj që të keni shumë suksese. Besoj. Po si ke menaxhuar me shkollën, me mësimin këtë sport? Po unë më menaxhoj se për shembull kur kam shkollën e obligimet e shkollës i kryj përpara, pastaj bëj trening. Për shembull unë në mëngjes vrapoj, pastaj bëj shkollën, i kryj obligimet e shkollës dhe mbas ditë jam i lirë dhe mund të bëj trening sa të du. Profesor, sa keni pasur të vazhdojnë të keni mbështetje për këtë punë, pra për të promovuar këta sukseset e këtyre të rinjeve? Sigurisht që ju duhet dhe mbështetje dhe përkrahje dhe ndihmë nga ana e bamirësve, ndoshta edhe atyre të cilët dëshirojnë që ta promovojnë sportin. Po, për ne njerë është mbështetje me madhe besueshmëria të cilët kanë prindrit, na kanë dorëzuar neve që ne t'i trajnojmë. Kjo është një mbështetje e madhe. Pastaj vjen mbështetja tjetra, vjen mbështetje sponsorizim apo donacion. Deri më tani kemi pasur sponsor, mirë po sponsor modest, jo të atij rangut që thash unë se ne për me kalu me sukses vitin, do me thënë 2026, neve na duhet një fond 12.000 euro të kemi në arkas që mos të hamendemi ose mos në kape ndë një janë këthe e qarë duhet bëjmë, si duhet të kalojmë atë këtë, do me thënë, na duhen sponsor, me dërte. Nuk është pikërisht, donacionet nuk janë për mu, për klubin, janë për fëmijët janë. Gjdo sponsorizim, do me thënë, i menaxhon fëmijët. Mirë po ne kemi edhe të ardhura nga Ministria për Sportit, duhet i falenderojmë edhe Ministrisë Sportit, i cili na lëshon bazë të rezultateve të arritura në niveli republikan apo nivel ndërkombëtar, edhe ne rangohemi edhe na lëshon një fond. Nuk kemi pa fond, kemi fond, mirë po nuk është ajo çka na nevojitet. Gjithmonë ka nevojë për më shumë. Po, ka nevojë për më shumë, po. Se mi cila është porosia jute për në fund? Unë mendoj se të ri duhet merren me sport, se ajo nuk të trenon vetëm fizikisht, por edhe mentalisht. Edhe normal se një sportist është më respektuar edhe nga të rritur edhe nga të gjithë. Po, sigurisht. Profesor, porosia juaj për në fund? Pra, porosia për në fund është të gjithë prindrit të merren, të menaxhojnë fëmijët, se sa ma pak fëmijët shohim rrugës, aq ma shoqëri do kemi më stabile, edhe sa ma shoqëri do kemi më të mirë. Prandaj unë e them, çdo herë u them prindërve, u them, nëse nuk pajtonin në këtë kënd sportiv të merret fëmia juaj, le të merren fëmijët, le ta shohin, le të merren me sport, mos e lënë sportin. Se sporti është një edukat, edhe sporti të jep
shëndet të mirë, edhe gjithë të mirat, benefitet tjera i ka të mira. Prandaj, për mua është mesazhi im do të jetë për prindërit të cilët mos i lanë fëmijët rrugës, le t'i menaxhojnë fëmijët, le të merren me fëmijët. Kjo është edhe me sport. Edhe faleminderit, edhe kam respekt të madh ndaj juve, të cilët si zakonisht ju e përcjellni sportin, edhe na përcjellni neve, i dedikoni shumë sportit. Ju falenderojmë në emër të klubit të boksit Shkëndija Boks, që edhe ne jemi pjesë e emisioneve tuaja të pasdites. Faleminderit shumë që na keni nderuar, ju urojmë shumë suksese juve, klubit edhe të gjithë boksierëve. Faleminderit shumë që ishte pjesë e emisionit. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetet e ditës. Vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne. Rikthehemi pas pak.